أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Allahun e falëndrojmë, salat dhe selam e bi Muhammedin alayhi salatu wassalam dërgojmë. Të nderuar shikues dhe ndëgjues, kudo që jeni dhe na ndiqni, ju përshëndes nga shpirti dhe zemra me përshëndetje më të preferuar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi ju. Për sot e kemi para pa që të flasim pak, ta rikujtoj vetën dhe juve mbi festën e madhe në të cilën jemi në prag të saj. Pra, dita e Arafatit dhe Kurban Bajrami. Ndërsa sot ne të flasim vetëm për vlerën e ditës së Arafatit. Pasi që është një ditë madhështore, është një ditë e madhe, është një ditë me të cilën Allahu Azza wa Jall e bëri nga ditët më të mira të vitit. Pasi që Allahu edhe bëri bije për to dhe u premtua duke thonën Bismillahirrahmanirrahim wal fajri wal layalin ashr wash shafi wal watr. Pra, dita për të cilën është betuar Allahu është wal watr, pasha çiftin dhe tekun. Komentatorët e kanë komentuar se kjo ditë është dita e Arafatit. Ditë sado që të flasim është pak. Nuk mundet gjuha jonë me pak minuta ta përthakon për të tësinë dhe madhështinë e kësaj dite. Por, në pika të shkurtra, sado pak do të jemi bashkarisht inshallah, që nesër është pra ditë Arafatit, mos na kalon kjo ditë me shkel e shko, mos na kalon kjo ditë me sene të kota, apo me çështje duke u morën me çështjen e drekës Bajramit, me mishin e Bajramit, me përgatitjen, me kujt diçka unë, por le ta furnizojmë, le ta freskojmë shpirtin ton sa më shumë me adhurim. Pse? Sepse prej dobive të kësaj dite është në këtë ditë, pasi që Allahu e bëri festë të madhe, si mos të bëhet festë të madhe kur në këtë ditë u kompletua feja e Allahut. Pa Allahu thotë në Kur'an el-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Sot unë u kompletua ju fen e juaj. Edhe unë u kompletua të mirët e juaja dhe Islamin u bëra pra ju fe të pëlqyer e kështu me radhë. Do të thonë është ditë me të cilën Allahu subhanahu wa taala në këtë ditë e kompletoi këtë fe. Erdhi një qifut erdhi një qifut te Omeri radiallahu anhu dhe i tha, o ti kryetar i besimtarëve, po ta kishim pas ne jahudët një ajet që ju e keni në Kur'an, ta kishim pas në librin ton, do ta bënim në ditë feste. Omeri radiallahu anhu e pyeti tha, për cilën ditë bëhet fjalë, për cilën ajet e ke fjalën? Tha, ju tha e keni një ajet në Kur'an për cilën tha sot Zoti el-yawma akmaltu lakum dinakum. Pra unë sot ju kompletova ju fejen e juaj. Tha me pas tha na tha me të vërtet e kishim bën ditë feste. Omeri radiallahu anhu tha, wallahi tha, unë më kujtohet si sot tha, kur kjo ditë, kjo ajet, kur ka zbrit të këtë ditë, ka qenë mund dita e Arafatit, edhe pejgamberi ka qenë duke qëndruar në ligjërim, në hutbe, edhe erdhi Xhibrili dhe ja zbriti këtë ajet. Dhe ne e veç e kemi ditë feste. Pra dita e Arafatit është ditë e festës, sepse Allahu këtë ditë e bëri ditë e kompletoi fen tonë. Këtë ditë nuk kemi nevojë na mu me shtu diçka në feja dhe me hek nga feja, sepse të fejen Allahu e ka bërë komplet, neve na ka mbetën vetëm që atë ta zbatojmë e jo të shtojmë apo të hekim nga feja e Allahut Azza wa Jall. Pra është ditë që Allahu e kompletoi fen tonë, ditë feste. Prej dobive të tjera të kësaj dite është se kjo ditë në këtë ditë Allahu subhanahu wa taala ka bërë që këtë ditë të madhe të festës të bashkohen haxhilerët në ditën apo në kodrën e Arafatit. Pra është ditë me të cilën haxhilerët pra nesër dalin në Arafat. Edhe haxhilerët lutin Allahun Azza wa Jall dhe haxhilerëve u kompletohet haxhi. Pra sepse pejgamberi thot el haxhu Arafa, haxhi është Arafat. Tjerat janë plotësuese të haxhit.
Ndërsa kryesore, ai që ka del në Arafat ka haxh. Ai i cili nuk del në Arafat, ai njeri nuk ka haxh e kështu me radhë. Pra ata dita e Arafatit dhe ditët e Teshrikut janë ditë festa e jona, fest e muslimanëve, fest e ngrënjes, fest e pijes, fest e knasijës, fest e gëzimit, fest e solidaritetit, fest e hares e kështu me radhë. Pra, për këtë ditë e treta, Allahu subhanahu wa taala prej dobive të kësaj dite është që Allahu subhanahu wa taala bëri bie, ku e cekëm në fillim ka thonë Bismillahirrahmanirrahim wal fajri wal layalin ashr, pasha 10 ka thonë wal shaf'i wal watr, pasha çiftin dhe pasha tekun. Kush është çifti dhe kush është teku? Pra ditët e Dhulhijhes janë çifti, ndërsa teku është pasha ditën e Arafatit. Pra Allahu ka bërë bie në këtë ditë e kështu me radhë. Pra Allahu qëtër ajet thot wa shahidin wa mashhud. Pra çka do të thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë dita e premtuar është dita kiametit. Por shahid është dita kiametit. Dita e dëshmuar është dita e Arafatit, kurse dita dëshmues është dita e Xhumo. Këtë hadith e transmeton Imam Tirmidhiu e kështu me radhë. Pra ata ditët të cilët Allahu është betuar në to, pra është dita e Arafatit e kështu me radhë. Pra kjo ditë është ditë e mbushur dhe është të mbushur, është përmbledhëse, saqë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregoi shumë vlera, shumë hadithe rreth kësajna. Pra është ditë përmbledhëse e adhurimeve, saqë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shenjë solidarizimi për ata të cilët nuk e bojnë, nuk arrin që të shkojnë në haxh dhe ta kryjnë haxhin e tyre, pra preferoi që të agjërohet. Ku tha pejgamberi alaihi wasallam të agjëruarit në ditën e Arafatit, shpresoj tha tek Zoti që të shlyhen mëkatet e vitit të kaluar dhe vitit të ardhshëm. Pra ata të cilët nuk munden, nuk patën fatin që të shkojnë si vjet në haxh pasi që kanë qenë, ose dikush nuk i ka pas mundësit, qoftë ato materiale apo qoftë ato fizike apo kujt diçka, Allahu bëri që mrenda mundësive që të agjërojmë ne dhe të solidarizohemi me haxhilerët atje që të arrijmë bashkërisht inshallah atë gëzimin dhe kënaqësinë me të cilën Allahu krenohet para me laikeve të veta, duke thonë ja shiqoni robërit e mi se si ata për shembull më adhurojnë mua, si ata kërkojnë nga unë, edhe pse s'm kanë pa më adhurojnë, edhe pse nuk e dinë çka është mirësia e xhenetit, ato e shpresojnë, edhe pse nuk e dinë çka është vështirësia e xhenemit, ato prej meje mbrojtje kërkojnë. Kështu që është ditë e stërmbushur me festa. Pra ata vëllezër dhe motra të nderuara, nesër pra është ditë Arafati. Ditën e Arafatit mirë është që nesër që të agjërojmë, që mos ta kalojmë ditën në përtregje të lloj-llojta duke shkuar me ble festa, dhurata, rrobe, kujt diçka una që ushqime për festë, por këtë ditë ta presim dhe ta përcjellim me adhurim dhe me lart madhërim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Krejt në fund është mirë që këtë ditë pra që të bëjmë edhe dhikr sa më shumë. Dhikri më i mirë, përmendja e Zotit më e mirë për nesër është fjala La ilaha illallahu wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ka dhe tjera adhurime, ka dhe tjera të përmendur dhikre të tjera, por ne vetëm në pika të shkurtra që mos të bëhemi të tepër të dëgjuesi dhe shikuesi jon, desha që në pika të shkurtra ta këshilloj veten e tani mas ty o besimtar dhe o besimtare që këtë ditë mos ta kalojmë në senet e kota, por ta kalojmë në agjerim, ta kalojmë në dhikr, ta kalojmë në namaz, ta kalojmë si dol Allahu e në fund krejt duke perënduar dielli Allahu subhanahu wa taala shiqon robërit e vet, ata që kanë në Arafat e ata që nuk janë në Arafat, krejt ata që kanë një kthim ka i madhi Zot e i madhi Allah me rahmetin e vet. Na i fal këto mëkatet e tona inshallah, na kap me mëshirën e tina, sepse mëshira e tij ka kapluar çdo send. Lusmi Allahun azza wa jall që nesër të mundson Allahu që të agjërojmë bashkërisht, që të solidarizohemi me haxhit e tonë bashkërisht, edhe Allahu çdo haxhiut i cili ka shkuar që i modhi Zot ja pranon haxhin, i modhi Zot ja fal mëkatet, i modhi Zot ta gradon me xhenet, i modhi Zot ta largon nga zjarmi i xhenemit, e gjithëve inshallah të na bashkon në xhenetul firdaus. Amin, amin,
آمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.